S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Tani, para se të nisim doja që të them se jam shumë i bekuar që jam sot këtu. Përshëndesim edhe ata që janë online, e di që na ndjekin në Facebookun e ICF-s, apo jemi në YouTube. Tani jemi në YouTube. Kur Altini më propozoi disa javë më parë që unë të flas sot, doja që të vija këtu me një mesazh, apo 2, apo 3, por doja që sigurohesha që janë fjalë nga Perëndia. Kështu që u zhyta me mënyrën se si dia në shkrim për të parë se çfarë ndodh në javën e Pashkëve, në javën para Pashkës ose java e fundit, e diela e Palmës është sot. Quhet ndryshe edhe java e Pasionit, ajo që nis nga kjo e diel deri të dielën tjetër. Edhe është një fest e cila tradicionalisht ka shënuar edhe besimin e hebrejve, dalja nga Egjipti. Kështu që duam që të kthehemi pas në kohë në Jeruzalemin e vitit 32-33. Nuk e di si bie fiks cili ka qenë viti sakt, po kemi një foto të qytetit, siç ishte në atë kohë. Dhe po të shikoni këtu, do të vëmë re që tempulli dominon mbi qytetin, është gjëja kryesore që bie në sy. Më i shtrenjti vendi të gjithë hebrejve, vendi ku ata vinë, ku ata që janë jo hebrej mund të afrohen vetëm diku aty afër, por nuk mund të hyjnë brenda sepse tempulli është i shenjtë. Dhe gjithë ky qytet, që normalisht në atë kohë kishte rreth 40.000 banor, kur vinte java e Pashkës, kjo që fillon sot, e diela e Palmës dhe më tutje, edhe pse këtë emër të dielën e Palmës e mori pikërisht këtë të diel ku do të themi ne, ishte një qytet që zgjente. Dhe kishte rreth 200.000 banor, ndoshta edhe më shumë, sepse vinin peregrinë, cilët donin që të aduronin Perëndin dhe ishte i mbushur me qingja e pazar e njerëz që do të festojnë, do të japin, do të durojnë tek njëri tjetri. Gjithë këtë traditën duan ta bëjnë realitet, por atë vit për cilin po flasim, ditën kur Jezusi hyn në Jeruzalem, që quhet tani e diela e Palmave, ishin mbledhur edhe më se zakonisht. Sepse kishin dëgjuar për këtë rabin të ri, i cili kishte 3 vjet që vinte vërdall kodrave të Galiles, duke kthyer shikimin e të verbërve, duke ngjallur të vdekurit. Në fakt, çështja e Lazarit kishte ndodhur shumë pranë, dhe njerëzit ishin shumë të entuziazmuar. Kështu që po prisnin, pyesin njëri tjetrin, a do të vi rabini? Ata prisin që ardhja e këtij rabini sillte edhe shpëtimin e Jeruzalemit, edhe të kombit hebrej nga pushtimi romak. Ata po prisin për një prijes, për një mbret që do të hynte me lavdi edhe do të jepte fund asaj vuajtjes e poshtrimit, siç e konsideronin ata prezencën e Romës atje. Kështu që ky është konteksti ku ne jemi. Duhet mendojmë një qytet shumë të hareshëm, të gëzuar, e të zhurmshëm. Jezusi tani është në Betfage, e cili është një vend pranë Jeruzalemit, po jo brenda në qytet. Dhe u thot 2 dishepujve, siç ne e dim këtë histori, shumë prej nesh, është në të gjithë ungjit. Është tek Mateu, është tek Marku, është tek Gjoni, është tek Luka. Kjo hyrja e Jezusit në Jeruzalem, e diela e Palmave, nuk mungon në asnjërin prej ungjive. Po shikoja online dikë që shkruan se janë 89 ungji, nga të cilët vetëm 4 merren me jetën e Jezusit, si fëmijë, lindjen e tij, rritjen e tij derisa ai bëhet në moshën për të filluar shërbesën. Dhe gjithë pjesa tjetër, 85 nga ungjit të marrë së bashku, i kushtohen shërbesës. Mosha nga 30 deri në 33 vjeç. Dhe nga këta 29 i kushtohen kësaj jave, javës së fundit. Që do të thotë që edhe në shkrim, kjo javë që nis sot merr një rëndësi të veçantë, sepse është një javë ku ndodh shumë çka. Kështu që kemi Jezusin i cili është në Betfage, do të shkojnë në Jeruzalem, njerëzit e dinë, dishepujt e dinë, u thot 2 prej tyre shkonin në fshatin përballë, dhe atje do të gjeni një gomaric me kriçin e saj. Zgjidhini dhe mi sillni. Është një kriç ku nuk ka hipur asnjëri deri në atë kohë. Dhe dishepujt nuk ja bëjnë fjalën dysh, ata shkojnë, e zgjidhin gomaricën bashkë me kriçin, dhe kur shkojnë ta marrin, të Zotët u thonë, një sekond, po merr gomarin, ku po e çon? E duhet të mendojmë pak për se si gomari është kafsh pune, është një mjet jetese, është akoma dhe sot në shumë vende, përfshi dhe tonin, po të mendojmë në atë kohë, që të marrësh një gomar,
që dikush tjetër e ka lidhur atje, nuk është një gjë normale. Një gjë, po Jezusi ju ka thënë dishepujve, nëse të Zotët ju thonë çfarë po bëni, thojini që i duhet Zotit dhe do ta sjell mbrapsht. Dhe kështu e bën ata, i thanë i duhet Zotit, ata nuk i nganë, pastaj lanë që të vazhdojnë. E këtu doja ndalesha vetëm për një moment, sepse mendoj që ka një mësim atje, kur Zoti thotë bësh diçka, e cila mund mos ketë kuptim për ty. Ti mund mos jesh në gjendje ta kuptosh. Ndodh her pas here në jetën e besimtarëve që të marrin një fjalë, të marrin një dëshmi nga Perëndia, një rrugë që çelet para tyre, e cila nuk është e qartë. Nuk është sipas normave që kemi mësuar. Kërkon ndoshta besim më shumë se sa besimi normal që ne kemi. Është pikërisht atëherë koha kur ti shkon, pa e bërë fjalën dysh dhe bën atë që Zoti kërkon, sepse ajo që Zoti kërkon, dhe ajo që Zoti kupton dhe di, është natyrisht më shumë se ajo që dim ne dhe duam ne. Kështu që këta shkojnë atje, e marrin këtë kriçin bashkë me gomaricën dhe pastaj shtrojnë rrobat e tyre mbi të që Jezusi të hyjë në Jeruzalem. Ashtu siç ishte parashikuar. E ky është ndoshta mësimi i parë që doja ndaja me ju. Kem 3 mësime që unë jam munduar të sjell së bashku, po mësimi i parë, e ta shikojmë këtu, është që Jezusi është në kontroll. Jezusi është në kontroll. Ne dim që Jezusi ishte 100% Perëndi, ishte 100% njeri gjithashtu. Dhe kemi patur gjithë në jetën tonë momente të vështira, njerëz cilët kanë qenë smur, për cilët e dim që nuk e kanë të gjatë që do jetojnë. Po përfituroni për një çast. Sikur ta dinim edhe ne vetë se kemi 1 javë kohë për të jetuar. Çfarë do të bënit në 1 javë kohë? Nëse dikush i thotë të dielën tjetër apo të premten, do të vdesësh. Edhe njeriu me besimin më të madh thjesht, agonia e vdekjes është diçka e cila për shkak se shpirti i njeriu ta ku di unë sepse e ka si portë atë përkalimin, është stresuese, sjell ankth, sjell vuajtje. Jezusi e dinte se do të vdiste. E dinte se do të vdiste në 7 ditë. E dinte se do të vdiste një vdekje të tmerrshme, mbas torturash, mbas poshtrimi në një kryq. E dinte se do të përshtyhej, se do të rrihej, do të gjakosej, do bëj që të vuante. I dinte të gjitha këto dhe i vuante të gjitha këto, po aq sa çdo t'i vuante secili prej nesh, sepse ishte 100% njeri. E megjithatë, ai ishte në kontroll. Para kësaj vuajtje, para kësaj jave të pasionit, të lemeritshme, të vështirë, të vuajtjeve, ai do që të përmbush profecinë. Ka përmbushur shumë profeci, po ka një profeci, ne kemi përmendur këtu në javën e kaluara tek Zakaria 9:9, që thotë se biri i Perëndis do të hyjë në Jeruzalem me një gomar. Edhe ai ka mendjen atje te një plotësim i përpikt i profecisë. Pavarësisht se çfarë turbullire, çfarë ankthi, çfarë gjëra tjera mund të ketë në jetën e tij, që ka dhe ne e dim se ai ka vuajtur në ato lutjet e përgjërimet e tij, ai do që të përmbushi profecinë ashtu siç duhet, që ai duhet hyjë me një gomar. Dhe më pëlqen gjithashtu që dërgon 2 dishepuj që ta gjejnë të gomarin, ta zgjidhin, ta marrin nga dikush i cili është i Zotit i tij. Sepse ai mund ta bënte një gomar nga hiçi. Mundet një gomar të gjende në një pyll që si ishte e askujt, Zoti do ta vinte atje, por jo. Duhej që dikush ta falte atë gomar. Sepse Zoti do që njerëzit jenë të përfshirë në punën e Perëndisë, në punën e mbretërisë. Kërkon që dikush shkoj ta marr, kërkon që dikush shkoj ta jap. Njerëzit duhet të jenë përfshirë, nuk është thjesht magji, se do ishte shumë e kollajt. Ai do që ne të marrim pjesë në atë çfarë ai ka si plan, do që ata të shkojnë atje, do që këta të thonë po, është okay që ta marri. Kështu që doja ndalesha vetëm një moment të gomari, sepse mendoj që është e rëndësishme mënyra se si ky hyn, që po ta krahasoj me mënyrën se si hyn në qytet, për shembull udhëheqësit e sotëm, do të vini të një ndryshim, se nuk ka motor, policie, sirena, alarmi, e ku diun se çfarë, makina të zeza që kalojnë njëra mbas tjetrës. Jezusi, mbreti mbi mbretër, hyn mbi një gomar. Kim Jong-un, drejtuesi i Koreas Veriut, ka një tren antiplumb, cili mund të rezistojë edhe gjuajtjeve me eksploziv apo raketave. Një tren antiplumb.
ashtu udhton Kim Jong-un. Dhe do të tregoj me këtë që është dominant, që është i pathyeshëm, që është sunduesi dhe diktatori i një kombi, që është Korea e Veriut. Vladimir Putin kalëron me gjoksin jashtë, e keni parë. Ato fotot e famshme publicitare. Me një kal lufte, një luftëtar, një Prius. Presidenti amerikan udhtojnë me një avion, Air Force One. Ka një anije që vetë Marine One, sa herë që presidenti lëviz në për rrugët e një qyteti, ka një limuzin, e cila është aq e blinduar, aq e fuqishme, sa nuk ka asnjë plumb që ta penetroj. Quhet Bisha, kjo limuzina e presidentit amerikan, e gjithë presidentit amerikan. Kafsha. Po Jezusi nuk vjen brenda një kafshe, se kjo limuzin vjen mbi një kafsh. Shumë të thjesht, mbi një gomar. Edhe hyn ashtu. Është mbreti mbi mbretër, është ylli i mëngjesit, është biri i Davidit, është trëndafili i Sharonit, është Alfa dhe Omega mbi një gomar. Edhe kjo duhet na bëjë që të kuptojmë pak edhe se ku janë, po themi ato pikat e gravitetit të këtij besimi, të kësaj mbretërie që ai ka ardhur për të sjellë. Nuk janë as te pushteti, as te dominanca, as te paraja, as te ndikimi, as te të treguarit e kësaj me kalërimin me gjoksin jashtë, apo me trenin e blinduar, apo me limuzinën e pashpërthyeshme, sepse ai nuk ka nevojë për gjitha këto. Edhe ky është një mësim, mendoj, në mënyrën se si ne që duam të imitojmë atë, duhet të ngjajmë në një botë e cila duhet të thënë rend bas gjërash të tjera. Na mëson vazhdimisht çdo ditë sa herë ndezim rrjetet sociale apo televizorin, të tjera vlera, të tjerë njerëz dominojnë këtu. Ne nuk jemi për këtyre. Kështu që ata hyjnë atje me këtë gomarin e thjesht dhe gomari në vetvete mendoj që nuk është një rastësi. Nuk ishte me një nofull gomari kush më ndihmon që u vran 1000 filistej në një nga këto betejat? Samsonin pra. Nofull gomari ishte ajo. Zoti diti përdor gomarët. Dhe jo vetëm për të vrarë armiqt. Kanë numrat, në librin e numrave 22, një histori shumë interesante, me Balamin dhe Balakun. Balami ishte një njeri i cili shikonte vizione nga Zoti, mund parashikonte të ardhmen, mund bënte gjëra të çuditshme. Zoti madje në atë kapitull atje flet me të disa herë. Ndërsa Balaku është një armik i izraelitëve dhe dëshiron që të marrë në punë Balamin në mënyrë që ky të mallkojë kombin e Izraelit. Por Zoti i flet Balamit dhe i thot në asnjë mënyrë, po e thjeshtoj historinë, thot ti nuk do të shkosh tek Balaku për të mallkuar bijtë e Izraelit. Nuk lejohet, jo për ty. E megjithatë, ky insiston Balaku, i thot unë do të paguaj, do të nderoj, do të jap gjithçka. Ti eja dhe bëj atë që ti të bësh. Mallko bijtë e Izraelit. Atëherë Zoti sërish i flet Balamit, i thot ti shko, po s'do të bësh asgjë që s'të them unë. Do të bësh vetëm çfarë unë të them kur të shkosh tek ai. Dhe ky niset. Dhe ndërsa niset merr një gomaricë dhe po udhton me këtë gomaricën, dhe një engjëll i Perëndis i del në rrugë gomaricës me Balamin sipër, me shpatën në zhveshur, dhe ka urdhër nga Perëndia që ta vras Balamin përpara se ky të mbërri në destinacion, por gomarica e sheh engjëllin. Balami jo, gomarica arrin ta shoh. Që i gomarica futet në një ar, kthen rrugë dhe ky e rreh. Merr nxjerr atë shkopin dhe e rreh gomaricën, e kthen prap në shteg, nisen prap. Tani engjëlli del diku tjetër aty përpara, midis një vendi thot ku kishte 2 mure, dhe gomarica fillon ngushtohet nga njëri mur dhe ja zë këmbën midis murit dhe gomaricës vet. E ky zbret dhe prap e rreh. Dhe prap e vë gomaricën në rrugë, por gomarica mund të shikojë atë që ky shikon ëngjëllin e Perëndis. Gomari mund të shikojë ëngjëllin e Perëndis. Dhe pastaj herën e tretë ajo shtrihet gomarica. Sepse shikon sërish ëngjëllin përpara, shtrihet dhe ky prap ngrihet, prap e rreh. Atëherë Zoti e bën gomaricën të flas. Dhe i thot, pse më rrahe 3 herë Balamit. Dhe pastaj engjëlli afrohet, ky arrin ta shikojë, atje kupton se çfarë ka ndodhur deri tani, dhe engjëlli gjithsesi e pyet, pse e rrahe gomaricën 3 herë. E çfarë dua të them me këtë? Që Zoti mund të bëjë një gomar të flas. E që të kesh fjalën e Perëndis në gojë siç e kishte ai gomar nuk është diçka për cilën duhet të krenohemi. Ata që flasin duhet ta kujtojnë që Zoti
Një si unë mund ta bëj flas, po edhe një gomar, kështu që nuk është ndonjë arritje kush e di se çfarë. Tani do të ndaleshim pak te ky mësimi i parë, pra i kontrollit. Kur Zoti themi që është në kontroll. Ai është në kontroll të gjithçkaje. Ai di gjithçka dhe ka shumë mundësi që të gjithë ne të kemi kaluar në jetën tonë momente kur mendojmë se kemi humbur kontrollin. Kjo është shumicën e kohës, që ne se kemi çështjen kontroll, edhe pse mund mendojmë se e kemi, po duhet të dimë që Zoti është gjithmonë në kontroll. Zoti e dinte eksaktësisht ku ishte lidhur kjo gomaric me këtë kriç. Zoti e njihte Zakeun me emër kur ky hypi. E mbani mend, është Zakeu, djali trup shkurtër i cili ka hyrë në një pemë kur Jezusi po kalon atje sepse do që ta shoh. Ai ka dëgjuar për të dhe do që ta shoh. Atëherë Jezusi ndërsa po kalon dhe ka një turmë të madhe dhe ka zhurmë atje, e thotë o Zake. Jo vetëm e sheh, po e njeh, i di dhe emrin, sepse është gjithmonë në kontroll. Për mua, një nga rastet e vështira me kontrollin është se i them vetes që se jam në kontroll, po ne mundohemi, gjejmë mënyra që kemi kontroll mbi gjërat, mundohemi, është në natyrën tonë. Po kur jam në avion, sa për ju kanë frikë nga avioni? Ka njëri që ka frikë nga fluturimet? Shikoj disa duar, okay, shumë mirë, shumë pak, por janë disa. Unë nuk do thosha se jam një njeri që kam frikë nga avioni, për arsyen se kur jam brenda në avion, di që nuk kam më çfarë t'i bëj. Domethënë aty dorëzohem, realisht, aty dorëzohem sepse tani më e mira le të ndodh, e kupton, është shikojmë lart, shikojmë poshtë, po i lutemi Zotit, Zot, na çon destinacion sa më qetë. Dhe pastaj fillon ajo turbulenca. Edhe ka ato ulje ngritjet e veta. Dhe ti mund të shtrëngosh ato ulset fort, mund mbahesh tek ato, por nuk ka fajda ajo punë. Qofse diçka do të ndodh, ke mbaruar praktikisht. Dhe vjen ai zëri i qetë i pilotit, që do të kemë, po kalojmë disa turbulenca, mos keni asnjë shqetësim, do të vi kështu. Asnjëherë nuk dëgjon panik në zërin e pilotit. Po mendoni që të kemi një pilot si Perëndia i cili kontrollon jetën tonë. Do të ketë turbulenca, do të ketë ulje ngritje, do të ketë frikë, mund të ketë qeqajnë nga mbrapa, ulërin, disa po luten, ata më të zgjuarit. Por piloti është në kontroll, e nëse një pilot e një kompanie ajrore na bën të ndihemi mirë dhe lavdi Zotit na bën të ndihemi mirë, sa më qetë mund të ndiheshim me Zotin. Kështu që hyjnë këta në Jeruzalem dhe dalin njerëzit, fillojnë të shtrojnë edhe ato rrobat e tyre rrugës. Është një trajtim mbretëror, edhe pse duket si një teatër i një shfaqje mbretërore, një teatër shumë i varfër, se ai s'ka as karrocën, as kalin e luftës, nuk ka as shpatën, nuk ka as florin, nuk ka as kurorën, asnjë nga këto salltanetet e mëdha, por ata ja shtrojnë. Një mbreti do i kishin shtruar një tapet të mrekullueshëm. To ishin rrobat e trupit që ata po i hiqnin. Disa shtronin degët që kishin kputur nga pemët në mënyrë që ky kriç me mbretin mbi mbretër të mund të hyjnë në qytet. Dhe po thrasin Hosana, Hosana, që do të thotë na shpëto, Zot na shpëto, sepse po presin shpëtimin që vjen nga Perëndia i cili ishte parashikuar qindra herë. Profetët mbi 300 herë pra kanë profetizuar për ardhjen e tij. Vetëm që ne e dim që një javë më vonë gjërat janë përsëri në një anë tjetër. Janë të njëjtit njerëz që thrasin vrite kur Ponsi Pilat doi që të laj duart me këtë gjë. U mundua ai shkreti. E shoqja e kishte parë në ëndër, i kishte thënë ky njeri nuk duhet vrarë, ky është një njeri i mirë. Përpoq ta shpëtonte, bëri atë gjën që mundi, por nuk deshën, e deshën të vdekur. Sepse ata po prisnin një mbret i cili ky ishte. Siç ne ndonjëherë presim përgjigje nga Perëndia të gjërave që i kemi përfituar se si do duhet të jenë, se çfarë do duhet të bëj Zoti me jetën time, si duhet ta sjelli atë punën që unë dua, e cila duhet ketë këtë rrogë dhe Zoti tani më e di, le ta plotësoj. Pra, ndonjëherë lutemi, por që para se të lutemi e dim se çfarë duam. Edhe përpiqemi në atë mënyrë që ta orientojmë Zotin në atë çfarë duam ne, që ai na shërbej aty ku duam ne, me këtë gjën e vogël që ne kërkojmë. E kjo nuk është për të thënë se Zoti nuk dëgjon të gjitha lutjet, po është për të thënë që ndonjëherë përgjigjet e lutjeve tona nuk janë ato që ne prisnim dhe ne gabimisht mendojmë se Zoti nuk na ka dëgjuar. Se Zoti nuk po përgjigjet lutjeve tona.
Sepse populli i Izraelit në atë kohë, mund të shkojmë tek mësimi i dytë, po kërkonte një prijes i cili ta shpëtonte këtë kombë, të zhdukte romakët. Dhe ai nuk kishte ardhur për të bërë atë. Nuk kishte ardhur për të bërë atë luftë që ata po kërkonin që të bënte. Dhe kemi pastaj mësimin e dytë i cili ka të bëjë me adhurimin. Se si Jezusi është i denjë për adhurim. Sepse ju e dini, kur disa farisejnë, kjo është tek Luka 19 nga 39 e 40, disa farisejnë që ishin midis turmës i thanë, mësues, qortot dishepujt e tu. Dhe ai, duke u përgjigjur, u tha atyre, unë po ju them se nëse këta do të heshtnin, çfarë thot? Gurët do të bërtisnin. Gurët do të bërtisnin. E kam dëgjuar këtë të përmendet në këtë kish jo shumë larg, që këtu disa javë më parë, Altini kam përshtypjen e përmendi këtë varg, po është shumë i fuqishëm, është shumë poetik. Gurët do të bërtisnin. Që do të thotë se ai ishte i denjë për këtë adhurim, ai e thot me gojën e tij. Ai u ka thënë të gjitha dishepujve të tij, madje u ka thënë dhe mos flisni, që unë jam biri i Perëndis. I ka instruktuar ata që të mbajnë heshtjen e tyre për këtë moment, derisa koha të vi. Ai u ka treguar se si do të shkojnë në kryq, ai ka treguar se si do të ngjallet ditën e tretë, ai di gjithçka që po ndodh, dhe kur këta thonë Osana, dhe kur këta tundin degët e palmës, dhe ja shtrojnë rrobat e tyre që ky të hy përullësisht në Jeruzalem si një prijes mbi një gomar, jo si një mbret mbi kalin e luftës apo atë karrosën mbretërore, ai është i denjë për adhurim. Dhe është i denjë për adhurim sepse jetët tona ashtu marrin kuptim. Dhe të adhurosh Perëndin nuk do të thotë të këndosh në kish. Natyrisht gjitha format e adhurimit përfshi këngën, të vallëzuarit, të hedhurit për pjetë, e gjithçka vlen, po të adhuruarit e Perëndis shkon përtej asaj. Sepse nëse nuk do ta bënim ne, gurët do ta bënin, dhe ai e kërkon këtë nga ne. E kërkon si një shenjë të dashurisë. Sepse ai erdhi në fund fare nga dashuria. Edhe mësimi i tretë është që është i motivuar nga dashuria, dhe kjo është sakrifica më e madhe për ne. Do të lexoj pak nga Luka 19, vijojmë atje ku ishim. Dhe kur ai po afrohej, e pa qytetin dhe qau mbi të duke thënë: O sikur ti, pikërisht ti, të njihet të paktën në ditën tënde ato që janë të nevojshme për paqen tënde. Por tashti ato janë të fshehura për sytë e tu, sepse përmbi ty do të vijë një ditë kur armiqtë e tu do të qarkojnë me ledh, dhe do të rrethojnë, dhe do të vinë të zënë nga të gjitha anët, dhe do të rrëzojnë për tokë ty dhe bijtë e tu, dhe s'do lënë gur mbi gur, sepse ti nuk e ke njohur kohën kur je vizituar. Jezusi qanë për Jeruzalemin. Nuk qanë për veten, edhe pse kjo kup që ka përpara e di ai që është e hidhur, por ai qanë për Jeruzalemin sepse zemra e Jeruzalemit nuk e njohu kur ky erdhi për të. Është arsyeja pse ai ka ardhur, është dashuria. Ne kemi parë në gjithë këto vargjet. E përmendëm pak më parë, Gjoni 3:16. Nga dashuria ai e shpëtoi botën. Ai mund ta kishte bërë në një mënyrë tjetër, por zgjodhi që të vinte si njeri, e të vuante si njeri, e të ecste si njeri, të shkelte, nuk më katoi kurrë, siç e dim, derisa nga dashuria të jepte jetën e vet siç thot. Nuk ka provë të dashurisë më të madhe se ai që jep jetën për miqtë e tij. Pa i qau për Jeruzalemin dhe parashikoi atë që do të ndodhte në vitin 70. Do të thotë rreth 40 vjet më vonë. Është koha e perandorit Vespasian, kur tempulli i Jeruzalemit, dhe ky është muri vetëm që ka mbetur ende në këmbë, muri perëndimor, muri i lutjeve, siç e quajnë, muri i vajtimit, këta janë gurët e tempujve. Siç Jezusi parashikoi atë ditë, 40 vjet më pas, në kohën e perandorit Vespasian, kur i biri i perandorit Titi rrethon Jeruzalemin, gur mbi gur nuk mbeti në tempull. Thonë që plani i parë i Titit kishte qenë që ta diqte gjithë qytetin përveç tempullit, duke e ditur që kishte një rëndësi për hebrejnë dhe nuk e kishte qëllim t'i ofendonte. Por zjarri e përpiu tempullin gjithsesi. Dhe zjarri ishte aq intensiv. Dhe ka dhe të tjera shkrime që tregojnë që ushtarët
të pabindur, ndoshta ndaj urdhrit, morën ullinj nga kodrat, pemët e ullinjve, gjitha si ishin, dhe e mbushën tempullin me ullinj. Dhe i vun flakën, sepse ulliri do të shërbente për ndezur një flakë shumë të fortë, shumë të nxehtë. Dhe tregojnë që i gjithë tempulli ra, gur mbi gur nuk mbeti aty, dhe ari që ishte në tempull shkriu, dhe vetëm kur u ftoh, tregojnë që ushtarët romak merrnin thika për të nxjerrë arin midis gurve të dyshemes, sepse kishte rrjedhur midis gurve dhe pastaj kishte ngrirë atje, dhe këta me thika nxirrnin ar, që kishte qenë lart në tempull deri në atë kohë. Dhe këtu profecia e Jezusit për tempullin përmbushet. Do thotë, kjo është çfarë dua të ndaj me ju sot, që jemi në një javë e cila është java e pasionit, sepse e tillë është ecja e Jezusit nga dita e parë deri ditën e fundit në tokë. Është një javë e cila duhet na bëjë të reflektojmë për mënyrën se si ai është, mënyrën se si ai vepron, për gjërat që ai kërkon, dhe mbi të gjitha për gjërat që ai jep. Pra, ai është gjithmonë në kontroll, edhe kur nuk duket se ai është në kontroll, ai është në kontroll. Dhe kjo është paqja më e madhe mendore që apo shpirtërore që një besimtar duhet të ketë. Që Zoti është në kontroll, edhe përmes vështirësive, është në kontroll. E dyta, lutjet tona mund mos jenë gjithmonë ato që përputhen me planin e Perëndisë. Kur gjërat duket sikur nuk po plotësohen ashtu siç ne parashikojmë se do të plotësoheshin, kjo nuk do të thotë se Zoti është në kontroll, apo se s'na ka dëgjuar, apo se nuk po vepron. Jeruzalemi, e gjithë kombi i Izraelit priste një mbret që të bënte kërdin, të shuante romakët, të rikthente tempullin e Davidit, bëj gjëja siç ishte. Dhe kur nuk e morën këtë brenda javës, kthyen dhe e vranë, sepse ai kishte ardhur për një tjetër mision që ishte më i lartë se ajo çfarë përfituronin ata. Ajo lufta e tyre që u duke e madhe në atë kohë, ishte një gjë e vogël në krahasim me planin e Perëndisë për ta ndarë shpëtimin me gjithë botën. Që ai do të vinte atje për të bërë një vdekje spektakolare në kryq për cilën flitet akoma 2000 vjet më vonë në të gjitha kombet. Kështu që planet e tij dhe planet tona mund të mos jenë në të njëjtin rafsh, në të njëjtin kat. Ne mund të jemi një kat më poshtë. Ai mund të jetë ende më poshtë, ende më thellë. Jo gjithmonë i kuptojmë gjërat ashtu siç janë, ashtu siç janë në të vërtetë. Kështu që Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ne ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Është tek Romakët 5:9. Unë dua që këtë javë ne të mendojmë, e të lutemi, e të shohim se çfarë Perëndia ka bërë në jetët e gjithë secilit prej nesh, se si këto ndryshime që kanë ardhur pa e kuptuar ne, nëpërmjet një plani i cili ndoshta ishte i fshet për sytë tanë, po ja ku jemi sot. Edhe gjithë secili prej nesh mund të ishte sot diku tjetër, duke bërë gjithçka tjetër. Po jemi këtu, një javë para Pashkës, për të festuar hyrjen e mbretit në Jeruzalem me një gomar. E dua që të mendojmë thjeshtësisht, përulësisht, për atë që ai bëri, e për mënyrën se si e bëri. Pa bërtitur, pa kërkuar vëmendje, pa u qarë, pa u krekosur mbi të gjitha, dhe me dashuri të plotë. E në çdo gjë që ne bëjmë, të mundohemi të ngjajmë atij, dashurinë që ndajmë me njëri tjetrin, mënyrën se si sillemi para njëri tjetrit e para botës, për të qenë imitues të Krishtit. Nëse lutemi së bashku, Ati gjithëpushtetshëm, unë lutem këtë javë të Pashkës, që ti të hapësh zemrat tona e sytë tanë, për të parë Zot mrekullitë që ti bën në jetën tonë, cilat mund mos jenë si fishek zjarri në qiell, të dukshme si në filma, po janë të vogla e të përditshme në jetën e gjithë secilit. Mënyrën se si ti punon me zemrat e të përulurve, se si bota u takon atyre që janë të varfër, e që ne nuk rendim Zot mbas pasurisë, e pushtetit, e dukjes, por duam të dëgjojmë ty në përulësi, në vuajtje, në ngadhnim, në jetë, sepse ti Zot ke thënë që të fundit do të jenë të parë dhe të parë do të jenë të fundit. Bëj Zot që sytë tanë të shohin se çfarë ti kërkon nga ne. Mendjet tona të kuptojnë Zot se çfarë ti flet për ne,
e shpirti ynë të ndjej se çfarë je për ne. Se ne jemi një në ty dhe në njëri tjetrin. Unë do t'i bekoj këta vëllezër e motra sot, në emrin e Jezus. Amen.